Vranësira dhe reshje shiu, njihuni me surprizat e motit për ditën e sotme. Ditën e sotme vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Sipas SHMU, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime të erpasërshme kthjellimesh kryesisht në pjesën e parë të ditës. Reshjet e shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në mëngjes me intensitet ulët. Gjatë ditës reshjet mbeten prezente në relievet malore në veri me intensitet ulët për të riaktivizuar në orët e mbrëmjes vonë në pjesën më të madhe të territorit me intensitet deri mesatar të ulët për gjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore. Reshjet në periudha afat shkurtra dhe në mënyrë të izoluar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në zonën e Alpeve, verilindje, lindje dhe juglindje në lartësinë mbi 800-900 metër, reshje dëbore me intensitet të ulët deri mesatar. Në relievet e larta malore mbi 1800 metër, reshje dëbore në formën e stuhive të dëborës. Era do të fry juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 9 metër në sekond për gjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, era me shpejtësi deri 19 metër në sekond. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 4 deri 5 ball.